Ti je pjetër shkëmbë, dhe mbi këtë shkëmbë unë do të ndërtoj kishën time. Janë fjalët profetike që sot Krishti na drejton edhe neve. Që është e mundur që ne, që jena njerëz shumë të dobët, njerëz që jena mësu me ndërtu mbi ren, mbi itet tona, me mbështet mbi veten tonë, mbi të tjerët, mbi gjanat e kota që në fundit shkaterrohen, që rrezohen, që janë të lekundshme. Mirë, sot Krishti na thot që ne, njerëz gjak e mish, mund të jemi shkëmbë. Njerëzit që janë të mbështetur mbi dashurinë e Zotit, mbi këtë shkëmbë që është Krishti, që ka shpëtuar botën, që mund vdekjen, dhe është e mundur që ne bashkë me të fitojnë kundër të vdekjes, kundër mëkatit, që ne të jena të sigurt. Por kjo vetë realizohet nëse ne jena bashkuar me kishën e tij, me Shën Pjetrin, me Papën, nëse jena bashkuar me asamblen e krishterët, me bashkësinë e krishterë, nëse jena bashkuar edhe me sakramentet, nëse lejojmë që kisha të zgjidh mëkatet tona, që të zgjidh punën që djalli bën me ne, që të na çliroj për të jetuar një jetë si Krishti, duke dëgjuar fjalën e tij, duke marrë pjesë në sakramentet, duke qenë bashkuar me vëllezërit dhe motrat në fe, të bashkuar me Pjetrin, me Papën. Edhe kjo fjalë është një fjalë që edhe ka dhënë frytet pastaj në Pjetrin, si ka mundësi me dhënë frytet edhe në jetën tënde. Pjetri ka qenë një person që nuk u mbështet me të vërtet në Krishtin, por në forcën e vet. Ai ka thënë, unë për ty do të jap jetën time. Edhe Krishti ka tregu, e ka kallëzuar më një herë. Ti për mu, unë të them, ti do të më mohosh 3 herë. Bile në momentin që ai ka shpallur, duke qenë frymëzuar për Shpirtin e Shenjtë, që ati vetë kishte vendosur këtë gjë në zemrën edhe në buzët e tija, pasi ai ka shpallur që Krishti është Mesia, biri i hyjtë të gjallë, ai kur ka dëgjuar që Mesia kishte me pesu, me vdes, edhe të tretën ditë mund gjallë, ai ka thënë, jo, që të mos ndodh kjo gjë. Ai ka qenë skandalizuar prej vdekjes, prej vujtjes, prej kryqit, si jemi edhe ne, njerëz të dobët. Edhe çfarë do të ndodh? Që ai, mbas mëkatit e vet, mbas mohimit që ai ka pa ndaj Jezusit, mbas që ai ka njohur dobësinë e vet, Krishti ngjallur do t'i thotë, Pjetër, a më thon ti mua? Edhe çfarë do të thotë Pjetër, Gjon? Zotëri, ti di gjithçka. Ti e di se të dua. Ti me njeh në thellësi, ti e di kush jam unë. Ti e din se jam pluhur. Por unë të dua në dobësinë time. E mbas që ai ka njohur dobësinë e vet, edhe ka njohur dashurinë e Krishtit, që kur ai e ka mohuar, Krishti ka parë me një shikim të ëmbël, me dashurinë, me mëshirën, që Krishti nuk u hakmar, por që ka bekuar, e ka dashur me të vërtet, mbas që ai ka bërë këtë eksperiencë e madhështisë e dashurisë së Zotit, edhe dobësinë e vet, Krishti do t'i thotë, ti me tonë, kulloti deret e mia, që ne të jena shkëmbë, ku ndërtohet
kisha, do me thënë që edhe ne jena të mbështetur mbi kur që është Krishti, por edhe mbi kurët tjera që janë shëmpjetër, apostujt, edhe të paret tanë që kanë shpallur fen, që ne të mbështetemi në fen e të tjerve, por që të jena edhe ne mbështetje për fen e të tjerve. Edhe që ne të tuam Krishtin, për të ndjekur atë do me thënë, që ne të kullosim deret e tia. Ka njerëzit që do të mbështeten edhe në fen ton, në Krishtin, do të jena një mbështetje për ta. Feja jonë në Krishtin do të jetë një mbështetje për ta. Atëherë Krishtin a thot, ne njerëz të dopë, qak e mish, na thot, në pjetër këto fjalë profetike, nëse ti je mbështetur, e lidhur me kishën time, dyert e ferrit nuk do të ngadhenjejnë kundër teje. Edhe do të vijë një moment kur Shpiriti i Shenjtë do të të ngjesh. Dhe ai vetë do të të çojë ku ti nuk dëshiron. Do me thënë, te kryqi, do të ndihmoj që ti të hysh në kryqen tënde, në këto ngjarjet e jetës që disa herë të shkatërrojnë, por jo ma shumë mbështetur në forcat e tua, por të mbështetur në dashurinë e Krishtit, në shpirtin e tij. Që lëftu Krishti.